të parkut kombëtar të Shebenikut në vendin e njohur si ish sektori pijor i sharrave të Qarishtës, u zhvillua një festë që nuk ishte thjesht këngë valle, por identitet, frym dhe bashkim. Jehon e maleve të kuqe, mblodhi së bashku 4 fshatra me rrenjë të përbashkëta, Qarisht, Dorës, Librash-Katunin dhe Drogostunjin. Një mozaik kulturor me veshje, muzikë dhe kulinarie të njëjtë. Ideja për bashkimin e festave lokale në një të vetme lindi nga Fatmir Brazda, drejtori i zonave të mbrojtura, dhe u kthye në realitet me mbështetjen e Bashkisë Librasht. Kryetari i Bashkisë Mariglen Disha ishte i pranishëm mes banorëve, duke uruar për festën dhe premtuar se kjo nismë do të kthehet në një traditë të përvitshme për të gjithë zonën. Përshëndetje të gjithëve, shumë faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Jam shumë i lumtur që ndodhem sot këtu mes jush në këtë aktivitet fantastik. Mes natyrës, në parkun kombëtar Shebenik, përveç se ne duhet ta mbrojmë këtë park, por duhet ta mbajmë dhe në aktivitete të tilla. Shumë faleminderit të gjithëve dhe nga sot kjo ditë do të bëhet traditë në Bashkinë Librasht. Jehona te maleve të kuqe. Kështu që ta gëzoni festën, urime dhe mirë se keni ardhur dhe shpresoj t'ja kalojmë sa më bukur sot. Faleminderit. Deputeti sapo zgjedhur Olsi Komici falenderoi komunitetin për besimin dhe solli në vëmendje anën e ndritur dhe potencialin e kësaj treve. Përshëndetje njerëz mrekullueshëm. Përshëndetje motra dhe vëllezërit tanë. Përshëndetje Qarishta, Gizaveshi, Dorzi, Kuturmami, Librash-Katun, Librash-Qendër, Hotolisht, Rajca, dhe ta kthejmë Jehonën e maleve në një Jehon dhe një kushtrim për të bashkuar njerëzit tanë. Për të jetuar më mirë, për të mbrojtur vlerat tona, për të mbrojtur pasuritë tona kombëtare, parkun e mrekullueshëm të Shebenikut. Dhe të jetë kjo festë një festë e përvitshme, në përkujdesje maksimale dhe në iniciativën personale për ta organizuar Mariglen Disha, por tashmë edhe në një Jehon të gjithë fshatrave tona, për ta kthyer në një gëzim për njerëzit tanë, në një gëzim për gjithë fshatrat tona. Ta gëzojmë festën, ta festojmë atë në mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe një herë gëzuar me zemër. Në lëndinat e gjelbërta të Shebenikut, atmosfera e festës u ndërthur me natyrën dhe traditën. Banorët e zonës dhe vizitorë nga vende të ndryshme u mblodhën për të ndarë momente të veçanta përmes këngës, valles dhe gatimeve tradicionale. Edhe unë jam kënaqur sot që kam erdhur për herë të parë në Qarisht, se Librashti është shumë i bukur. Sidomos pyet që arritur tani jam mrekullia dhe ti difuzoj në fëmijët tanë. Kam ardhur jam nga Drogostunja me origjinë, po kam ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me pushime me zonjën time, edhe ndërkohë ishte kënaqësi e madhe që ju si komunë organizuat miting, po e them, kaq i bukur. Tu kanë ardhur nga gjithë Shebenika, nga gjithë fshatrat e Shebenikës, nga Rrina Sibaldini, Gurakuqi, Zdranshi, edhe këtu banorët e gjithë zonës, dhe këtu është një traditë shumë e bukur edhe veçantë. Bukuritë natyrore këtij vendi duhet të vizitohen nga të gjithë, sepse janë vërtet për të vizituar dhe të eksplorim i jashtëzakonshëm. Jam shumë e lumtur sot, jam shumë e gëzuar, sepse këtu kam ardhur që kur isha e vogël, 17 vjeç që mbaj mend, edhe sot është një atmosferë e mrekullueshme. Ka një indicje të veçantë se si vjet u bashkun shoqatet e Dorëzit, Gizaveshit, Librash-Katunit, Drogostunit, edhe në rang komune, edhe u bë më, si thush, kompetitive, edhe kjo do të vazhdoj vit për vit. Fëmijët të veshur me kostume tradicionale të moshuarit që ruajnë memorien e brezave dhe tryezave me ushqime të përgatitura nga vetë komuniteti, krijuan një tablo ku kultura vendese u vënë në qendër, me thjeshtësi dhe me vlera. Nga byreku i pjekur në saç tek mishi në hell dhe rakia artizanale e deri tek mjalti dhe djathi vendas, gjithçka kishte shije në shtëpisë.
të rinjtë e shkollës së mesme Shefqit Dosko nga Dorëzi performua me krenari duke sjellë në skenë muzikën dhe vallen popullore me plot ngjyra dhe ndjenjë. Organizatorët arritën përmes bashkëpunimit të realizojnë një festë që shkëlqeu jo vetëm si ngjarje kulturore, por si një akt i vërtet bashkimi dhe vetdije komunitare. Jehomja maleve të Kuqe nuk ishte një ditë feste, ishte një mesazh nga rrënjët se e ardhmja më e bukur ndërtohet duke ruajtur e përqafuar traditën.